Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama për gënjeshtar. Shembull, thot ai, janë deklaratat e vitit 2017 kur kreu i qeverisë tha se negociatat me BE-n u hapën, kur në të vërtetë kjo ndodhi pas 8 vitesh. Berisha u bën thirrje qytetarëve të mos besojnë premtimet e Ramës se do i fusë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Me i ligu ndër të liq është gënjeshtari. Jeni dishmitar se si zotëria e tij në 2017 hapi shishet e shampanjës, hodhi me qindra fishek zjarre, dekoroi ambasadorët dhe komisioner për hapjen e negociatave. Bëri mashtrimin më grotesk. Negociatat u hapen. Negociatat nga 2017 de facto u hapen para 3-4 muaj. Shefi i Selis Blu thot se Shqipërinë e qeverisin bandat, prandaj sikundër në 2005-ën, ai do të bëjë edhe në 2025-ën, duke futur në burg kriminalët. Nuk mund bëhet Shqipëria madhështore kur ligjin bëjnë bandat, kur Shkodra përgjaket çdo muaj, kur Elbasanin e dikton Suel Çela, kur Durrësin e dikton Xhevdet Troplini. Nuk bëhet dot Shqipëria me banda madhështore. Bandat kanë vetëm një vend, në burg dhe vetëm në burg. A është kjo e lartë? Jo, absolutisht, se shumë thoni edhe në vitin 2005, si t'ja u bësh ti këtyre? E provuan se si ja u bëra. Erdhën dhe morën dënime për jetë. Që liroi një nga një Edi Rama. Sali Berisha është i njohur për mbajtjen e pa diskutueshme të premtimeve. Berisha tha se ministrat Ulsi Manja dhe Arbian Mazniku futën në kurth Erion Veliajn. Këtë të fundit, kreu i PD-s e cilsoi një person të rrezikshëm. Ai vetë është një delinkuent shumë i rrezikshëm. A mund të imagjinoni ju që ai të jap porosi që të kërstohet djali i këtij dhe i atij? Ai vetëm për këto meriton një dënim suplementar shumë të fortë. Kryedemokrati reagoi edhe pas ftesës që Edi Rama i bëri Dashnor Sulës për t'u bashkuar PS-s. Dashnor Sulë është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek Llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam padroni. Sali Berisha komentoi videot e Ramës e Bashës brenda njëri tjetrit. Ate që kishin të fshehtë e nxorën hapur, se dashuritë janë me faza. E kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishin ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoft. Ish kryeministri u angazhua se në 100 ditët e para të qeverisjes së tij, ilaçet që do të hyjnë në Shqipëri do të jenë me garanci dhe të tregtuara së paku në 2 vende të BE-s.